Humbja e shpat kasapit t'ka tronditur gjithë publikun shqiptar. Këngëtari, vetëm 40 vjeçar, ndërroi jetë papritur në Itali, pasi dyshohet se pësoi një arrest kardiak. Ai ndodhej atje me bashkëshorten dhe djalin e vogël për një kontroll mjekësor, kur gjendja e tij u përkeqësua brenda pak minutash. Lajmi u përhap me shpejtësi dhe solli trishtim të madh në rrjetet sociale, në mesin e kolegëve, familjarëve dhe fansave që e kanë dashur gjithmonë. Në mesin e atyre që reaguan më thellë, ishte edhe Gold AG. Ai e nisi fjalimin duke thënë se për të, Shpati nuk ka qenë thjesht koleg, por një vëlla i zemrës. Ai përshkroi momentin kur mori lajmin e hidhur, duke treguar se zemra i u thye, sepse nuk mund ta besonte që dikush kaq i buzëqeshur, i qetë dhe i drejtë, mund të largohej kaq shpejt nga kjo botë. Sipas tij, Shpati ishte njeri i rrallë që e çmonte familjen dhe njeriun më shumë se famën. Më pas, Gold AG foli për karakterin e Shpatit. Ai tha se këngëtari kishte një zemër shumë të butë dhe një shpirt që nuk i bënte keq askujt. Shpati ishte ai lloj njeriu që, edhe kur kishte dhembje, mundohej t'i buzëqeshte botës, tha ai. Gold AG kujtoi edhe momentet e përbashkëta në skenë, takimet, koncertet dhe bisedat që tani janë kthyer në kujtime të dhimbshme, por të shenjta. Fjalimi i tij u fokusoa edhe te familja e Shpatit. Gold AG u shpreh se mendimet dhe lutjet e tij janë për bashkëshorten Selvie dhe djalin e vogël, i cili humbi babain shumë herët. Zoti ka qenë një njeri i mirë, një baba shembull, tha ai. Ai shtoi se publiku, kolegët dhe miqt nuk do ta lënë vetëm familjen e Shpatit në këtë kohë të vështirë. Në fund, Gold AG e mbylli me një mesazh prekës. Shpat, vlla, jeta na nda këtu, por këngët e tua do t'jetojnë për jetë. Ti nuk u largove, ti kalove në një botë tjetër, ku shpresoj të gjesh vetëm dritë e paqe. Këto fjalë u bën shumë të komentuara në rrjet dhe u ndan nga mira njerëz që sot mbajnë zi për humbjen e një artisti që la gjurmë të thellë në muzikën shqiptare.